Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin Flas çka du. Sot me mua është Alketa Sylla, artiste, performuese, artiste avangarde, pjesëtare e kolektivit Heavy. Ne sot do të flasim me Alketën pa dorza, pa dekor, pa komplikime dhe do të mundohem të flasim për rrjetet sociale dhe gruaja mrana në rrjetet sociale të cilat qysh e marrim edhe qysh e shohim gruan në rrjetet sociale. Dhe pra Alket, qysh e shohëm na gruan në rrjetet sociale? Mas pari faleminderit për ftesën, për një emision që u mendoj që ka pas nevojë më po një podcast i tillë, për shkak që bisedat tin me kon intervista pak shumë të kontrollume dhe një emision i tillë e ka heshin e vet. Rrjetet sociale sot mendoj që jo veç për gratë, po për krejt rinin edhe për krejt njerëzit janë problem për shkak që është një farë celofani, një farë një hapësirë super sipërfaqësore që njerëz reprezentojnë diçka që nuk e jetojnë çdo ditë. Po për shembull shkojnë i qesin diçka që shkojnë me një restorant, e qesin një fotografi edhe pak ma vonë e kanë një të përlamin ndoshta me frajerin e vet, po ato se qesin hiç edhe e qesin një fotografi të puth, edhe sa po jetojnë ana për fotografinë ç'është, sa po jetojnë për videot e TikTokut, sa po jetojnë për perfeksionin të cilët nuk e kemë, edhe që perfeksioni që faktikisht është i rrezikshëm edhe për shëndetin mendor, për shkak që ti çdo ditë në rrjetet sociale përballesh me imazhe që shumë shpesh janë super të paarritshme. Në ditë sotit, po ashtu edhe në jetë ekonomike, në jetën sociale e politike, ka të ri që janë influencera për shembull, që jetojnë një jetë super luksoze, që nuk është edhe sinqerte, njerëz mendojnë që ndoshta ata njerëz për një me bojnë një jetë tillë, edhe shohin dikon të ri tu shku New York, tu shku mirë po pas shoqni prej njerëzve që e bojnë atë punë edhe e di sa e vështirë është edhe e di sa e thatë dhe sa e shprastë është bashkë kjo që po thu ti është taman me jetu veç për fatë, se do me thonë ti shkon me një pushim pezojna 3 ditor edhe kemi postu një 65 video, 75 foto në për qytetet mëdha, shkon në për galeri, shkon në për vendet të bukura që njerëz me pa një imazh që faktikisht ti nuk jetu. Ti ndoshta jetu përballë me probleme super banale që njerëzit ku vetë fundit po e shfrytëzojnë, edhe me pas pak të vërtet, po prap është shumë problem për shëndetin mental, edhe është shumë problem për gra, për shkak që na e dina që është e gratë edhe pa rrjetet sociale ka qenë imazhi edhe bukuria, estetika një prej, si me thonë, problemeve më të mëdha se ti rritesh për me menimin që dush më kone bukur, dush me përkit, si me thonë, në kapitalizëm, më një prej venit me nëzon një ven. Atin ashtu që më, si me thonë, ti mu e sa po nëzojnë ana ven Alket në qëto rrjetet sociale, në qëfar qysh kena jena tu pas i gra, për shembull, shpesh për shembull isha dikon që duket që krejt shmendunit e veta dhe krejt ngjarjet e veta të jetës i poston në TikTok edhe ja u tregon krejt jetën, pa kur far limite, dhe kur far ase sa është traumatike për njerëzit që ajo që nëse te shani njëri i cili ka në deri në qatë gjendje edhe thuaj se tash është si një lloj televizioni, është shumë interesant. Sa është ndikim të njerit që ajo në një tri që dhaj me thonë, okay, pikallëze edhe one, edhe sa pjashesim dyshysh shumë. Mu ka ndokë qëta që për mene është shumë interesant, se ma kujton pak edhe filmin me Jim Carrey, ka një film kër u kom pak ma i ri, është shumë i mirë, You Can Call Me Truman. Këtë jeta e ti është reality TV show, do me thonë është i përcjellën prej fëmijë, edhe ai çdo ditë e din që ka me kalu një ideal, ka me shit lulet, ka me kalu një njëri, do me thonë është edhe ja nis me vrej që diçka në jetën e tij për diçmërinë e tij nuk është e vërtetë, diçka është ndodh. Mandej çaq do me thonë që i fallë ja kanë marrë çat botë, bjen hana dhe ai përballët ashtu me qatë që është taman me një kafaz, edhe na po mdoket që jena ato e kriju qatëvar kafazin tonë, për shkak që na se cili e kena një shije, algoritmi tash e din kush je, algoritmi e din çka të pëlqen ty, ti qet që ato edhe të lenë qatëfar boksin të cilën edhe ta
limiton një për shkak që ti nuk tjetër përveç perspektivës tënde. S'di sa ju ka ndodhur, garant edhe ty lek ka ndodhur me pa në TikTok, do vetë që mu ka ndodhur shqetësuese, për shembull trit të e pas një familjar smut të dek, besoj, edhe u ko një trend, aj të këcy, gjyshja ime është të sëmur, ajo ka për të vdekur, a dy kështu të e bo një valzim me qatsen, që për mu edhe... U bo komerc, u bo kapital. U bo, do me thonë që ajo me kriju një vëmendje, me pas një vjusme, edhe që aty e shesa e çuditshme edhe sa e dhëmshme është që njerëz që janë shkput prej empatisë, që kanë ikë prej ndjenjave njerëzore, sa që dinë edhe dhimbtën edhe vdekjen edhe ndomjen për dikujt për jetës që gjithmonë u ditë që u konë një prej eksperiencë super traumatike, që nështë s'ka nevojë më konë qaq tragjedi, po të njëjtën kohë më përballë në qatë mënyrë që ti, si me thonë, tash me shit për views e për lajka familjarët e tu është pak shqetësuese. Tash ta kisha ndru pak temën, kisha vetë Alket sa është vështirë më konë grua fort, dhe atë ka pengu në i herë në situata të nëj punës, ose nëj diçka që ke mujtë me përfitu nëse ishe konë një gru viktim, po ti ke thonë jo, po dhe më konë e fort. A ke hup që ke qëndru për balë që ati realitetit forcës të grus? Po shumë, gjithë ditë më doke që për shkak që edhe në karjerën tem kom tentu të nkohën me rujt, si me thonë pak, një farë lloj brendi, një farë lloj sene që besoj, më konë ma sinqertë dhe me punu me njerë që i du, po dita e ditës peshojmë që kapitalizmi është po pjesë e jetës tonë edhe nuk mund është sidomos profesionin e aktrimit, për shkak që ka shumë aktore të reja, nuk mojë unë e tash me thonë, po unë jam Alketa dhe unë ka një herë duhet me bo punë që nashta nuk besoj shumë to, duhet me bo sen. Edhe dita e ditës pesho që këto nuk është që ka nëj farë. Nuk është që ka në Kosovë, si me thonë, një prodhim qashtë madhë ose një farë që ja vlen po s'kemi edhe njerëz shqipfolës. Apo kupton që ti tash me rujt si në aktor të mbotë që e kanë një rol artistik të mirë, edhe mandej shkinë që aty, edhe rinë që aty. Këto të na nuk është i këshyrët, prej një serialit super famshëm, shkon me luni në teatr po dujevës. Që na ka ndodhur me pa artistat tonë. Po, to e bo, po edhe s'kam faj, për shkak që dita e ditës unë e mati kur kom qenë ma e rejtë, edhe ti garant një ke menu, i kom gjiku shumë a ndryshe, po tu rritë për që sot nuk është letë me majtë qatë qëndrim, me majtë një farë, kishe une nuk e bëj këta, se e bëj këta, ka një herë njerit e tyrot me bo do punë, edhe me majtë një farë profesionalisme edhe me bo punë, edhe që nashta nuk i pëlqenë mas shumë të imbot, po munona hala me qëndru ma e sinqert në sene që i du, edhe është shumë e vështirë. Për shambull, ka ndodhë në jarë që njëtë, në ka ndodhë me në farë mohabeti që ke pas me thonë diçka dikujt edhe qatë moment vëq e nalë. Adin që është nalët hesht, vëq nalësh, vëq blokohesh. Edhe mas nena thu pse po gjinna që to dhe për shambull jena në përgjirime, jena dikon me në farë. Mu më ka ndodhë shpesh, më konë të zhiru diçka dhe kom thonë pse jam të zhiru që të sanam dhe nuk është qaja që one po dume, bo adin edhe ke hesht, ke thonë është shumë po, është shumë e fatkeqësi edhe është shumë edhe më shpesh më ka ndodhë në gjirime kom pa dhe aktor të famshëm, aktor që i njohim në krejt tu i prek qikat në përse tu i abuzu me to seksualisht, fizikisht, të me thonë tu i ngacmu edhe verbalisht edhe fizikisht, të me thonë tu qenë pak një sjellje që nuk është edhe ti s'munësh me i thonë stop. Edhe ti nuk guxon me reagu, për shkak që ti je aktor e ri, edhe e din që nëse ti reagon, ti rrezikon çdo rol tjetër të ardhmen, edhe tash kur më kujtohen do situata tilla më dhimbët, çaj çik që jam kon, çaj fëmijë, se unë jam kon shumë e ri, edhe kom pa çat u kon fatkeqësi me pa gratë, tu shujt, tu kesh, tu u bo kështë su bo sen, edhe ato tu duru, edhe ato tu e majt vetën, tu të onë, tu të ato, edhe dyqysh tu vazhdu kështë kur gjo nuk u bo. E tash,
nuk e dija isha një rahat, pa fol. Ose edhe na, për shembull, na regjisorët e marrëm një skenare, shkryna dhe janë nisur me fantazu në idetë tona dhe në ase edhe takojnë aty një të ta bëjmë, e kom një rol për ty, se jam të shkru veç për ty. Mas hanena janë nisë me në ndru mendime dhe janë nisë me menu dhe i thonë a unë që ëndroj e të ëndron për me marrë shatë rol edhe në disa të kry skenarin i ndroj një 7-8 njerës, po dhe ty halot mojnë qatë andër, se mos me ta hup ty andrën, se po aki mos po mdrot edhe mu mendime. Edhe a ka pas raste që dikush ty të ka majt me sa vjetë edhe të ka thonë që ti kime qenë rol edhe në fund veç si e konë pjesë që ti filmet. Më ka ndodhë shumë shpesh, më ka ndodhë që më kam premtu role, më ka ndodhë që kom punu projekt pak para gjerimit, më ka ndru, dhe më thonë më ka ndodhë qatë shumë eksperienca, po qato eksperienca më kam bo me luftu edhe me kujtu, më ja kujtu vetës që unë jam aktore për shkak që unë e du që të punë. Edhe në jonë konë qato momente që kom dasht me dëshmu vetën. Ka një herë për njerëzit është e mirë, edhe dhimta edhe dështimi, për shkak që përmes dështimeve më të mëdhaja, i merr mësimet më të mëdhaja dhe nëse për një me don mu kon ambicioz dhe me luftu për çato që e don, nuk është mirë mu dorëzu let. Duhesh me luftu edhe me u kallëzu tjerëve. Se një me është e vërtetë edhe te den që kërkosh nuk të bën as aktor, as regjisor, as kërkosh nuk ka shumë regjisor që thonë, e kom bo këto aktore, e kom bo ato, s'mon është me bo. A je lodh na herë prej keq ty në vstota, me thonë fuck po, çdo ditë. Po, heq, ma as mi po s'ta regjisor, atë që të shtet, as që ta njerë që më rajnë çdo ditë, as që to gjona që po ndodhin për çdo ditë, ose çatu kujtesa që i tha ma herët edhe me thonë, muni e lodhën edhe dërmume, me thonë penale, ma s'po du ma mu kanë qëtë. Po, tanë kohën, po mënej, po më do këtë që kjo, qështu ka lindë edhe hevit, edhe po më do këtë që krejt punët e mija, kanë lindë prej dëshprimit të të madhë, edhe prej, kanë lindë prej dëshprimeve më të loja që i kom pas, edhe që ka i shkon mirë, me këthy që dëshprimin në punë, edhe në ambicie, që atë që ajo më ka bo me vazhdu, edhe jam konë momente që jam konë shumë terta për mu, shumë vetmis, që kom thonë nuk jam unë e talentume, nuk jam për këtë punë, pse më të vazhdu, kërkosh nuk përshe që ka përsho, nashta ka njerë e thumëre, nashta veç nana jeme, baba jeme, po më thonë një e shumë e mirë, e shumë... A kena qikën artist. Hen po, hen të me thonë njerin që atë, se menon, ndoshta veç rrethi të përshe, diçka që të veçante ti, po... Nashta pitakoj një kategori e ti për të vogël që jena një target group shumë qashtu. Një që pedojnë aqëto. Po nështë edhe artistat e mëdhaj nuk kam pas në varmenimit që shtot jenë kona ata ja ka njës me një të vogël edhe i parë, ka kërsit diçka. Unë menoj që artisti sa ma i madh është ma i modest edhe ma. Se njerë zakonisht sa ma të menqëm, sa ma thellë, kanë ma shumë dyshime, për shkak që ti e din sa letë është me dështu, ti e din sa letë është me bo diçka të A pjëtut është që ta është ti që gjithë shka ka më bo me aj, për shamull Alketës, kanë ja marrë dhe ka me thonë, në shkruma qëta dhe ftyra jote ka me lujtë dhe te nuk i kemë më konë, po këna me ta marrë ftyrën. Ftyra jote ka më konë i falloj bredi, si që është Prada, ka më konë Alketa ftyrë. Ta shkujna me aty dhe ta marrojnë një film me ty. Unë veç për shatë ndodh, edhe që është interesant qëto tip fakes që po bojnë qëto video, tash për shembull e falem edhe që tash një ditë ma herët që po ka shumë njerëz famshëm që po dalin me, do me thonë po dalin me para njerëzve, para fansave të vetë, me deklarime që nuk jam konë në qaj që ka ndodhë që kjo, nuk jam konë për shkak që njerëz pe ka nevojnë mu vetë mbrojtë, dhe tash jina ato e po sa seriozitetin e mundësive tilla që inteligjenta artificiale ti jep, për shkak që është ka gja probleme navigu, nëse ti e ki shumë letë së zonin e dikujt me marrë me keq përdor, e ki shumë letë imazhin e dikujt, edhe sot është shumë letë për shembull çka ka me ndodhë në gjykata, çka ka me ndodhë në raste serioze, çka ka me ndodhë kur një vrasje bëhet edhe dikush thot e kom gjetë një ngjizim këtu thonë të e pranu, e kom gjetë një... Po mendoj që ka më konë ka gjatë problem. Për shembull për punën e gjyqit që e buni Johnny Deppi, e buni gjyqin me atë... Me Amber Heard, ajo ka shumë me kamera. Polçaj që e buni... Ato do të që e bënën për followersa. Për shembull unë e komenu që Johnny Depp ka qenë një artist i cili në do momente
s'ka pas Instagram, si ka pas që ato rrjetet sociale, edhe që ka vendos, ka thonë, pa qeli, bojna, po. pe qelim edhe po bojnë në followersa dhe po riu kthena prap në Po, çit trendin që e një ri. farë mënyrë ndodhe, u Po rikthy. ndodhe. E menoj edhe ata, po të njëjtën kohë mendoj që rasti i tij ku koqa kompleks për shkak që çat kohë kjo mituja edhe një farë mënyre me çat rast të shtoj, për shkak që u çun aktorët dhe i akuzun edhe shumë njerëz që u dosh me himbor kanë himbor, po mandej pat edhe viktima si tash Johnny Depp është një prej viktimave dhe me, që ajo veç ka rejt edhe qashtu si qysh ka ndodhë që ajo. Qa kina Qka ka ndu po, qka kina po na, po kur si dijet Qa ka, ka për që është fune. për një me, po ke shumë interesant me po, A se kemi ke dhuna interesant herë- me po një gru për te viktimës, se ajo ke shumë ma e ngjyrosën si karakter, edhe menoj që kjo është problemi që gratë jemi mësu mi pa veç viktima. Edhe kur nuk është viktim, është shumë let me gjyku edhe është shumë let me bo fajtore, për që ata është shumë vështirë për gra që janë, për që nuk kanë, si me thonë, nuk ju ushtru dhunë ndaj tyne edhe nuk janë konë pshelta në shpit të gatu ose të la tesha, si të na, që aja ka tani një ambicje tjetër, e ka ambicje në qush me përfitu me bo, po. edhe nuk e shef vetën si gjini ma, nuk ja nis ma me pas si gjini që unë tash jam viktime dhe të Jo, kone, more, ajo unë e kom me edhe- luftu visht për drejtat mija, Po. me pas bjemnin, mas me pas të burit. Për shembull, Bash. edhe që kjo që ka bëhet e nasin lloj feminizmi, që të në kone vojni s'po du me pas mbjemnin e burrit. Po. I kiptini që mi probleme tjera të cilat ekzistojnë, e Bash. kapën me do mbjemna të burrit e do... Që nuk është që aty probleme, Edhe nuk është aty problem, edhe nuk e problemi- ki nana jote nuk e ka mbjemrin, Po, atin po. se do e kom pa që thojnë, unë e pe du mbjemrin e nanës, po mja bo as nana jote nuk e ka. Po, se Po den ajo është u bu si se në tradit. koqa dosh me njek shumë mja bo linjen që me njek fisen. Po, Për mu po. nuk është problem mbjemri, më të kalë të drejtën, as manin, Po. as nuk besojnë që se farë Po dhe si të me na për thonë- shembull janë do feministe shumë që i takojnë, sikurse feministët dhe vitëm 1950 që i kanë taku, veç i kanë janë konë ato feministët e bardha, që e kanë bënë një vetë farë grupacione dhe nuk i pranojnë të gjithë të tjerat. Edhe unë shpesh na i jam namat, has, po. jam has në të kam Fatkeqësisht, punu po. realisht me plot feministe që donin protesta me shëshira, edhe quhet dën Sakt, protest po. për të drejtat e grave ose për dhunën që e ketë 11 vjeçarës që na u tmerrum, ajo zoja ardhë E në bëni, shëshera. po, ose e bëni grim, që mu ka dok shumë Erdhë me një shëshira si kishe kësy Po, të po, madhë, edhe div. div, Po. thuti që jetu kalu në për tapet të koq, edhe shtash keme shku me marrë qmimin, aty të bërtit keq të dhuna, Po, a ka s'ta ndodhë me një dhuna. protest me këto feministe, diçka Dafina Zeqirit që i kanë thonë mos del për para. Për shembull. Do me për thonë, shembull. kjo për mu konë shumë interesant. Kur e kom marrë vesh për shkak që atë ndiqysh me një protest me thonë dikush mos del për para, mos del për mas. Mja bo t'i kësaju që dikush me influenci. Dafina ka të vjen, ardhë edhe u po të bashkan vjen, gjitë. Si po me të të dalë ty bashkohet. në lej midis fucking Britney Spearsi, Ose Beyoncé, ose ose Beyoncé. Beyoncé. Ata jo që gëzohen, po ata e bojnë ftyrën të kampanjës për shkak që ti gjithmonë mundohesh njerëzit që kanë influencë mi prute protestat e tua. Sa ta thirin edhe populli E, realisht. na e kena fatkeqësisht që to grupe, çto organizata që janë qash narcisista dhe qash janë të fokusuar vetën. Organizatat për mu jemi si dhe partia. menojnë, po, Si partia menojnë politike. që na e pranojnë këta, po kë mos të vjen mu këto, mja bojzoj, apo dëm për qatë, Edhe shumë me apo terme, për, a e dhe. ki për vetën, a e ki për Po. kauzën, aden, që ajo po, problemi ma ndej. Tani edhe e bojnë qaq, dyqysh këto organizatat jenë bo ti shkon me punu me ta dhe thirë kjo tjetra vjen ai të Po, ta se bën- po shkon ti sa është po, i keq. unë me këta s'punoj, unë me këta po. E 2010 ai më pat thon, më pat Bash, këshyr si parti keq, politike, edhe po. masnej edhe në kretin bo si parti politike edhe ti e ka kina mund rajtu na, nuk i di. Edhe s'di është pak problematike se do imazhe që janë përdorur për shembull në to protesta, unë e kom pa një protest ku këtë gratë e kanë pas grimin e grave që kanë përjetu për një me dhunë fizike. Edhe ti me bo dhunën e dhimtën e dikujt make-up, është si me bo për Halloween një gru Mu që bo u rre edhe me bo shtrik. Se këta e kanë rre ha ha ha, atin
Po dhe qesharake. Nuk është ajo make-up, pa din. Ose a ke pa për shembull edhe dush me pas shumë kujdes me këto sene si qyshe. zeza, për shembull i bujnë ase i bojnë rasta ata kanë një farë si me qit plisin, njëjtë është si me marr me bo flokt rasta, është si me marr me qit plisin. Ton dikush atje edhe me bo. Cultural appropriation është tamam. Edhe këto për shembull tani ki shumë popstar që shkojnë e i bojnë ato braids, atin taman ato baby hair. Ato baby hairs, ato për shembull nuk ajo tekstura e flokut disa racave është problematike dhe ato e kam pjesë kulturës që po thuti. E vetin e kam pjesë tritjes e ka ky Denzel e ka ky aktori ti për të mirë një intervistë. Ja bën a kish mujt për një film që shto për rasizëm që fol, ja bën një pyetje njoni, a kish mujt një regjisor i bardh me bo qëtë film. Ky ja bën, a di ko diferenca, të mënyra që në arrit se ky ja bën, na e di na he kur i nëzit, kur ta dje kry qfar ere i vjen. E një regjisor i bardh nuk e nja që andjen. Si për shembull kur dojnë nuk e den që është ajo. Për komunitetet tjera, për shembull që dojnë bujnë filma, edhe i seksualizojnë, janë i bujnë për shembull një regjisor strejter bën për trans a filma. Po, edhe e bën që mënyra hajtë ti me bo, po edhe mënyra që e bën pa pikrisër që pa nejt me njerë. Të më thonë, aj vetë është një farë mënyre qasjen qaq e vërenti që qaq është i largun për qati grupit, sa që e gati homofob. Është homofob. Edhe qasja, si me thonë. Ose është racist. Për menimin tem është koqa homofobike që e mënyret shprehunit, se vrenti kur dikush u rrit me qata njerës, u rrit qatë rat është i përket qati komunitetit. Vrihet. Shumë interesant jena të full, taman si kur fullëm gjithë, edhe shumë punina mirë, se më do këtë që qështot është podcasti, sa me mujtë me muhabet, se këtë podcastat më do këtë si intervista, edhe? Shumë. Edhe kur pianisi... Edhe unë e kom rritë. Po kom qatë. Që podcasti këto keq kuptu bashkë me intervista dhe pak të qysh njerëzit po shkojnë në podcast edhe po folin ashtu, po mundohen pak me... Edhe një pyetje kam shumë interesant. Kohët fundit në për TikTok janë të dollë. Ase njerëz që pëthojnë gratë du të më konë hana e burat janë djele. Edhe ajo është shumë interesant. Spiritualizmim, po dyqysh të që ka shti gjeni, po. Pe bid një farë trendi tjetër, që burat du të më konë alfa, edhe gratë du të më konë. E kjo, po, rikëthy tash kjo. A petu këthy ajo forma. Nevoja për se qëre është puna. Maskullin, që të rinë që aty se aj që ashtu të mbrunë ty. One pe kuptoj që atë nevoj pak, për shkak që one po menoj që njerës qaq kam fillu me bërtit për drejtat e veta, ma nej qdo grup, i njerëzve njëhet që edhe ata du të me kaltu që jena këto, si me thonë, apëden? E që ajo po mdo këtë që normal që ka me ndodhë, për shkak që edhe ata njën pse one pra mos me kallë, pse one mos me mja po jo nuk po ty nuk po, fakt, a pëtën që po thonë më shumë interesant. Une po të kuptoj shumë mirë, po për me mujtë me sharu ma mire, me laboru se mos po dalim na i ka që jena shumë gratë që po dojna burrat fort, nuk është aty, po për i medha ata po njëhen shumë keq, unë kom në raste, po normal, për shkak që kom ardhë me dikon që ka qenë qift kështu të strejtë dhe i mishku me një shfaqe për shamë që ka pas të komunitetit. Ata nuk jeni mirë, se këty këti kanë këshyrë, se jënë vërejt, që jënë për shamë, ta mana jo tipi i burit edhe grusa. Për ta u konë që a imazhi... Pa imazhi që ata dhe që shpo doken, që bibjen që edhe na, se... Edhe na jena të ubosi që ka për luftojna. Që ka për luftojna. Po edhe mu më pengon, edhe më pengon që kjo demonizimi i burav, se për menimin tem është okej nëse një bur ka qef muni. Bur, ka qef muni. Një në taq që thonë anglisht në këse me diçka që për ta e personalizon e percepton si kur maskuliniteti është që kjo për mu edhe është okej mëre kushiti me thonë që kjo sa është le mëre vla, le njerin rahat është qatret, super është bokse ti për të mdoja është problem që ka po dënë ti tash këtë burrat mi bo në fustana mi vesha që ka dhe qysh jo krejt burrat kanë më dash më vesh fustan jo këtë burrat kanë me dash po dhe ata që dojnë le të veshin it's okej qajo gjyrime le njerëz më le të jetojnë që është dojnë
Adin tash çajo që e qela për shembull, që e qela ona që po du me fol për mediat sociale se ti për shembull në TikTok një kido që si burra që qonë më ngjes në ora 6 me go, edhe mas në ora 6:30 ose 7 e lyn fytyrën me akull i kom pa çato shumë interesant. Për shembull, tani ose e ki dikon tjetër që del bën tani këto gratë, ai ke pa këto gratë, tash janë do gra. Është njëna, është ajo që tash unë jam gru e jetës domestike edhe mund menoj që feminizmi është i keq për gratë, edhe ajo tash bën video që është gatun për burrin. Edhe më pëlqej shumë se një gru që mu më pëlqen si aktore dhe ajo është aktiviste, e tha një sen shumë të mirë. Tha kjo çka po bën? Tha kjo po bën pare me qësen. Tha kjo po kapitalizon, kjo nuk është ajo që po thot, se që ajo gru nuk del para kamere. Ajo gru rrin me burd vetën në shpe, gatun sen e gatun për ta, edhe aja bën bë ma bukën se ajo po fol që është gratë e tjera me nejnë qatë rol domestik, aknej peqet vetën video, edhe ajo është super, unë jam e sigur që ajo gru, qëfar vetë besimi ka, qëfar qëndrimit ka, kur burit vetë nuk ja bën, më falë zemër edhe shkon mja qit një qaj. Jam 1,000,000% e sigur, se ajo vrihet siguria që e ka, edhe apetën vrihet në gjuhë trupit një njeri çfarë jetë jeton. Po ajo është ju kallëzu grave tjera që më jetu. E që to pak e kam problemin të shto role. Apo më kupton që to bën ç'shto gruaja, ç'shto burri, ç'shto është. Po dit po çapo dojna mi tipizuar. Keq bre vlla, mos i kallëzo kërkuj ç'shmet. Na përpara kur kemi bu karakteret, gjithmonë kanë thonë mos i bë tipe, apo po bash. Ka thonë buni karakteret se cili karakter e ka një maskullin, e ka një ase. Për shembull i ka flokt, ka qef minuk vetë, atë dhe pse është zhvill, ose do një rukon, ose ka gra që s'do një rukon, ose apo dhe janë sanë cilat neve nuk bën me nashti. Të bojnë ma, si me thonë ty, të bojnë personazh që ki veçanti edhe krejti kina veçantit e tona. Sa do që t'njejt ose t'kondër që jena. Që ta une kur pikëshyri qëto të rjetëve, po thomë, ani për se cili e gjenë trendin e vetë, e gjenë momentet e veta, edhe se cili knaqët. Unë e ka momente kur i du qëto sene, edhe ka momente që po thu të ja u shët mirën, edhe nuk kom qef mi paragjiku senet, edhe po më pengon një sen që për shembull femna që paragjikohen shumë femna që dokën, nështë ta dojnë mu dokë sikur, qka është trend, qka është in. Dojnë vlla me rrit buzë, dojnë me rrit cica, dojnë me rrit bëthën. Lebe vlla. O ka dënë në qatë rëpmi, qajo për të është e që kjo tjetra që piveshën ata fustonat e viteve të 20-ta, e që po dolin kishe feministe, e pa ase që po duken asi grot që kanë qenë shtypna realisht, apo më kupton. Kështu që i bjen që këtë një kohë, unë në vitë 80, unë egzistoj, e di maj men mirë, një kohë për shembull në kont gratë që nduk shumë hangu pica, që kanë pas qasi fytyre që janë gjyshëm, edhe që kanë këshyrë kështu, apo edhe një kohë ma të forta, që për shembull i kanë qitë cicat, i kanë vesh belat, i ka grani gjip, i ka qenë me kumë, qaja ka qenë seksi në vitë 90-ta dhe 2000-tat. Mas ne te ke këthy sistemin e qasaj tripit që e konë dhe grotë shkreta. Edhe pesha e trupit tash në të rënë, një kohë konë që kjo kime këto, me ma curly, ma curvy, ma pedin, tash për shembull u këthy prap skinny, tash femnat marun për mu dopsu. E une kisha pas qef qikat e reja, gratë e reja, mos mu ndiku prej qëtë nësene, se është, sidomos kur je në vit teenager, është shumë rrezik me hiqet. A ke jetu ti në atë kohën kur pa të ndollë barbit, për shembull? Po. Kuklat barbi. Unë e kom jetu edhe një kohë kur i kena pas ato kuklat e mëdhaja që i përkun shumë e djep. E po bash, edhe unë ndikum pas 2 janë pa të nardh barbit. Edhe unë menoj që çdo fëmijë në atë kohë e ka pas qajo ku një doli vet i parë që e ka pa. Qajo edhe u konë qysh një përngjoq asaj kukla, bëden. E tash na po shohim të lifar kukla. Tash monsters. Monster kukla, sa vetëm. Tash që kja qëta që shjem prej këto, labubu. Shumë alot. Po, aj artisti që i vzaton ato, për shembull, aj labubu, ajo shumë alot, ajo shumë interesant. Po këto tash e shet çdo influencer, çdo sen edhe njerëz pritojnë, për shkak që diçka që bëhet trendi, sidomos njerëz kishe cool e interesant. Thonë, kjo pa lidhje se ai
historien e ka shumë interesant me ato, I ka ato farë krijesat, është një farë lloj universi. Po na nuk nisemi gjithmonë, artistat nisën gjithmonë me menu, për shembull kjo që ka pas Charlie Chaplini fjalimin, atë ai nuk u nis, nuk u ngjaj fjalimi çaq bombastik sa që ai me ik në Zvicër me tu me një varë vene, pikërisht ai ka thonë pi zemrës, pi sinqeritetit, edhe vetë thot, unë nuk I kum besu qa kum bu ndryshe në botë, edhe që kjo artisti që ka bo qatë kuklën, se besoj që ka menu, që kanë me I thonë, keni mi qaravesh të mite, la, hinë psikologat, ai kur se ka menu asen, se ai faktikisht ai ishë inspiru prej miteve, prej seneve, edhe ka bo një farë koleksioni me pop mart, ata janë sikur që se Lego, ose qëta që I bojnë qëto kompanit, edhe aje ka bo qatë bashkëpunim, s'ka pa sukses fillim, po lisa një farë pop artiste që se Blackpink e ka një farë grupi, ato bojnë që se pop Koreas, aje është e Koreas, që se Asians, që I thojnë atyne, që ati popit, e ka një farë emri. Ajo I ka vënu, ma ne me Dua Lipa me Rihanna dhe mo. U bo tani, se u bo. Qa është vynë? 3 njerës famshëm. Famshëm ase. Ose një si veç. Si neve 3 njerës famshëm, na pa bo me dhe na. Para venaje. Pa ajo u pat po aty që kështo, s'mojshë kërka me dal, pa I pa ashtë do gratë njerët. Pisha dhe shumë trendet e vjetra po këthejën, për shembull pisha do video për para që I kina po. Moda si do mas ti për këthejën. Jo mërë edhe video të asi që pishesin TikTok, për shembull, e pash ma herët Ginta Ismail e ka pas një këngë që këseke me oh my god, që ishë bo tepër seke tepër viral ishë bo tepër fan tash krejt bota janë të këshyrë e ke edhe një sen janë edhe do qika tepër më pëlqenë se I bojnë për shembull bojnë ajgare me na dheta që shina ly e tash që adin ose adin që u koni ku I ka nuk këthejen kejt vedla ti për t'holla edhe I kam bo mani kështë t'holla edhe tash u këthy prap e që kjo është që gjithmonë po këthejt një diçka. Vishdo sen e gjithë modë, si do mos unë e shumë e vri. Se kom tesha që gjithë I kom dasht, edhe e ke vrit ka njerë kur të pëlqen diçka dhe si me thonë botë mas një vjeti in edhe ti e pak zot, po vonë, se menoj që është një farë sen, një univers, një farë rryme që vjen edhe se do mos të trendet edhe të si do që tash për shembull kove të fundit edhe që kjo puna e horrorave, e vrasësve serik, I që kjo interesimi I madh në art, a e ke vrejt që shumë që tash prapë kishin qit një film. Po, u konë, atë kujtot me Charles Manson e me këta u konë që kja, u konë edhe u thirë Satanic Panic, që kanë menu këta, që këta shmit kanë mena u bo satanista, kanë me, e më menoj që u këthy, që ato që e thëti ma herët me spiritualizmin, që aty është, se njerës jenë të utut që ta shtrit me tarot, me qito botën spirituale, me astrologjime, e po tutën që kjo pjese që saj. Mos po hinan qatë Mos po hin qatë botën e ertë. Se faktikisht besimi nuk është qaq bardheze, atin nëse hin... Jo, janë isë komedit ku del. Apede, në du të skoqa se është... Edhe qëto punte, qajo dhe po thëmë që ke puna TikTok-it, se ti përnalesh dikon Instagram, pe këshyrë, hajt po jem pi, hajt po vazhdojmë pe këshyrë në YouTube, hajt po po e ullum të atje, hajt atje... Po qashtu, po përfundon tu marrë shumë informacion. Edhe merë qatë shumë informacione, sa që trune, për e me mundët edhe më, nuk e ti mundët edhe më të djekë pak, adhe. Qysh jo? Se pisho krit janë shumë ma nervaz njerëzit, apë dhe janë ti për ma, I thu diçka, hajtë se e di. S'kan durim qashtu. A ke vrit, hajtë po, e këm pa, e di. Krit e kanë, e di, edhe informata është qashe kompresume. Tepër është e kompresume. E qka do me thonë kompresimi bjanë që jenë angë. Realisht, faktikisht, si të kompensohen emocionet, ti I bjen që je të nkohen në ankë, dhe ankë thysha është një bumë që pritet me kërsit. Qashtu? Çdo 2 sekonda. Veç pritet me kërsit edhe I ka të. Shumë. Kështë që u këtna që më Alketa, përshë. Shumë. Vecina të full, e të full. Veç kër të kërse që e bumë pe pres, Alket, falimderit. Falimderit shumë ti. Që erdhe edhe falem çka dashtëm, edhe çush dashtëm. Shumë falimderit. Ta zemrën, thank you. Anytime, më kënaqë shto me fol, unë këtu jam.